Allah I madhëshëm në disa ajete I përmend disa karakteristika të njeriu të mençur. Për shembull, në ajetin e 19 të kësaj sure thot: a janë të barabartë ata që e dinë se këtë Kur'an që ta shpalli Allahu ty o Muhammed është I vërtet me atë që është I verbër, nuk e shef këtë fakt. Kush merr mësim, innama yatadhakkaru ulul albab, ata që janë të mençur. Ky ajet I ndau njerëzit në dy kategori. Ata që e dinë se Kur'ani është hak dhe ai që është I verbër. Jo I verbër me sy, por I verbër në zemër. Dhe nuk e kupton se ky Kur'an është hak. Nuk e kupton se Islami është hak. Andaj tha Allahu I madhëshëm, ata nuk e kuptojnë sepse këtë fakt e kupton ai që është I mençur. Ai që ka mend. Andaj për ta kuptuar faktin se Allahu është një dhe vetëm ai meriton adhurim, kjo tregon se ti je I mençur. Mençuria më e madhe nuk është me zbulu galaktikën, gjithësinë, me I thellë tokë, gjeologjinë, e me I thellë trupin e njeriut me mjekësi. Mençuria më e madhe është me kuptu qëllimin e krijimit tonë. Pse Allahu neve na ka kriju, pse Allahu në këtë tokë na ka vendosur me jetu, edhe cilët janë detyrat dhe angazhimet tona që I kemi. Për këtë shkak, Allahu I madhëshëm në surën El-Mulk, kur përmend hudhjen e jo besimtarëve në xhehenem dhe djegjen e tyre ati, tregon çka kanë me thonë xhehenemlit. Kanë me thonë: "Law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Sikur të kishim dëgju pejgamberët e Zotit, sikur të kishim dëgju dietar, trashëgimtarët e pejgamberëve të Zotit, kur I përcjellnin mesazhet e Zotit te na, thot nuk do ishim në xhenem. Au naqilu, apo sikur të kishim mendu mirë, sikur të kishim logjiku shëndosh, sikur të kishim pas mendje prehtësi, s'do ishim sot banor të xhehenemit. Shifne? Do të janë dy pozita. Ja e merr fen të e ndëgju thirrjen e pejgamberëve, ja e merr fen tu mendu kthjellt edhe sakt, edhe vjen konstatim se duhet me bo ibadet Allahun dhul xhelal. Pra mençuri që ka me adhuru Allahun dhul xhelal dhe me kuptu qëllimin e krijimit tonë. Filani doktor, profesor I fizikës shkon e adhuron lopën, I thu mjerim I madh. Çfarë mend ka ky njeri që ku ka mri në shkencë e shkon e adhuron lopën? Ose doktor, profesor I shkencave ndryshme shkon adhuron statuja, gurë dhe dru. Edhe e adhuron Budën për shembull. Edhe kërkon ndihmë prej tij, e shpëtim prej tij.